Leku ka fituar terren ndaj monedhave kryesore të huaja përgjatë javës 19-23 janar në tregun e brendshëm të këmbimit valutor. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan është këmbyer në fundjavë me 82.17 lek nga 83.01 lek që ishte në fillim të javës, duke shënuar një rënje prej 0.84 lekësh. Edhe euro gjithashtu ka shënuar një rënje të lehtë ndaj lekut. Monedha europiane u kuatua këtë fundjavë në vlerën 96.43 lek nga 96.51 lek që ishte në fillim të javës, ose 0.08 lek më pak. Në raport me lekun u dobësua gjithashtu edhe paundi britanik dhe franga zviceriane. Paundi britanik u këmbye nga 111.27 lek në fillim të javës në 111.21 lek në fundjavë, ndërsa franga zviceriane u vlerësua lehtë me 0.01 lek, duke u kuatuar në 103.92 lek. Banka e Shqipërisë vijon të zbatojë një regjim të lirë të kursit të këmbimit, ku Ecuria e tregut valutor përcaktohet nga raporti i kërkesës dhe ofertës. Sipas institucionit, luhatjet e regjistruara reflektojnë zhvillimet politike në ekonominë shqiptare, si edhe ndikimet nga tregjet ndërkombëtare financiare.